në lidhje me rrugët e bllokuara dhe të përmbytura si pasojë e kushteve atmosferike dhe toka të cilat janë totalisht nën pushtetin e ujit. Lidhem më njëherë në këtë çast me kolegun, ju lut përshëndes. Përshëndetje. Atëherë çfarë detajesh kemi në lidhje me këtë situatë problematike që me sa duket vjen si pasojë mos funksionimit të kanaleve kulluese? Po, faktikisht rreshtet e shiut pra që vijnë tashmë për rreth 24 orësh, kanë sjell pa një problematikë dhe një anomali e cila vjen prej dekadash tashmë në këtë rraf. Si pasojë rresheve të rëna me gjithë ulësira e rrethit kryes, pra përfshin disa njësi administrative si Tumana, Bukqi, Nikla e tjerë kanë probleme për sa i përket kullimit të kanaleve. Gjitha kanalet kulluese, thuajse gjitha kanalet kulluese pra janë jashtë funksioni dhe uji i shiut në vend që të drejtohet lumenjve, pra ai qëndron pezull në përara, pasi siç e theksova pra kanalet janë jashtë funksioni. Në disa rrugë lagjesh, fshatrash, por edhe akse kryesore, kryesisht në njësinë administrative Bukq, ka problematika të theksuara pasi uji ka mbuluar në disa rrugë kryesore, të cilat janë të kalueshme vetëm me mjete të larta ose të pakalueshme në disa pika, pasi kanalet e para, të dyta dhe të treta kanë dalë pra në sipërfaqe, duke përmbytur kështu dhe rrugët përpas arave, pra të cilat janë të mbjella me bimë të ndryshme. Ndër të tjera, Juli, do doja të dija pak nëse kanë shprehur diçka vetë banorët sa i përket këtyre tokave që tashmë ka dalë jashtë funksionit, apo fermerët të cilët e kanë si mënyrë jetese kullotat dhe bujqësinë dhe mbledhurinë në këtë zona. Po faktikisht të banorët e këtyre zonave pra kanë vite, kanë dekada të tëra të cilët ankohen, por edhe pse kanë lënë institucion pra pa u ankuar, duke filluar nga njësia administrative, bashkia, ministria, dhe tek kryeministri, tek prefekti, pra nuk kanë gjetur asnjëherë zgjidhje. Janë disa fshatra të cilët janë më të prekurit, si fshati Moqin, i cili është një fshat që është përmbytur deri në 7 herë brenda një viti. Madje në disa raste është dashur dhe ndërhyrje po lumbarëve të Reneas, ndërhyrje me helikopter pra për të evakuuar banorët. Edhe pse këto anomali pra vijojnë për tashmë dekadash, nuk ka patur një angazhim nga ana asnjë strukture për fiktu bashkinë, ministrinë apo bordin e kullimit Durrësit për të dhënë zgjidhje kësaj situate pra që e cila është kthyer tashmë në qesharake pasi përsëritet disa herë brenda vitit. Mirë, të falenderoj shumë për gjitha këto informacione që na përcollë, Juli.